Pra, në fund, e gjitha është një hipokrizi, pasoj e leadershipit të dobët, të cilët po kërkojnë një dash për kurban, dhe me sa duket e kanë gjetur. Profesor, ju e përmendët, por Franca, Britania e Madhe, Kanadaja, Belgjika, Portugalia, Australia, Malta, Andorra dhe disa shtetet të tjera njohën shtetin palestinez pikërisht si rezultat apo si presion që erdhi ndoshta edhe nga shoqëritë e tyre civile, publike, për shkak të asaj çka po ndodh në Gaza. Si e vlerësoni ju këtë zhvillim? As a declaration, it's nice, si njohje, but what is a Palestinian state? Është diçka, Its borders? çfarë është një shtet palestinez? Ku janë kufijtë e tij? Cili është kryeqyteti i tij? Regime wants a country state, are they capable of running a state? A janë ata në gjendje të menaxhojnë një shtet? A do të kenë ata ushtri? Apo a do t'jenë armiqësor ndaj Izraelit? Këto janë pyetje që nuk janë bërë. Nëse ka një shtet, ka një njohje, dakord, që mund të vinë nga presionet e brendshme. Kanadaja ka problemet e veta, Franca po ashtu, edhe Spanja. Të gjithë kanë probleme të brendshme, si për shembull emigracioni, ekonomia apo të tjera. Por ata nuk kanë njohuri për çështjet e tjera dhe vendosin të njohin shtetin palestinez. Kush është ky shtet palestinez? Ku janë kufijtë e tij? A është një shtet demokratik? You have a neighbor country, Kosovo. Ju keni një vend që synon të bëhet antari NATO-s, Kosova, që është njohur nga mbi 100 vende, por jo të mjaftueshme për të antarësuar në OKB. Kosova, dakord, por shteti palestinez është absurd. Prandaj, të më falni, nëse tregojmë sarkastik ndaj këtyre deklaratave. Megjithatë, profesor Hamovic, në këto ditë të vështira, duket sikur qasja e vjetër ndaj zgjidhjes së mosmarrveshjeve, pra zgjidhja me 2 shtete, mbetet e vetme dhe ka filluar të ringrihet. Madje së fundi, po diskutohet që Tony Blair të jetë në krye të institucioneve që mund të drejtojnë Gazën. A është e pranueshme kjo për ju? Së pari, duhet të flasim për ditën që vjen më pas. Dita që vjen më pas është se çfarë do të ndodhë në Gaza. Kur u intervistova më parë nga kanali juaj, thash se disa forcat e jashtme, nga Kombet e Bashkuara apo BE, do të marrin në drejtim Gazën dhe do të rindërtojnë atë. Me shumë vende që pritet të kontribuojnë. Dhe ideja për të sjellë Tony Blair mund të jetë një ide e mirë. Unë i uroj atij shumë fat, por mendoj se ka shumë shanse që ai të dështoj, dhe ju them edhe pse. Për të arritur paqen,
Duhen që të dyja palët të duan atë. Izraeli dhe hebrejt kanë shumë lëvizje, shoqata për paqen, dhe kur flasin për paqen, janë serioze, por ku janë lëvizjet paqësore palestineze? Ku është populli palestinez që të deklarojë se duan të bëjnë paqe me Izraelin? Ata mund të vriten nga vetë njerëzit e tyre, nga Hamasi. Përreth nesh, ka njerëz që thonë le të bëjmë paqe me Izraelin, si për shembull në Liban dhe Siri, sepse kjo është gjëja më logjike për të bërë. From the technology, from the whatever we can give